maksima universale e Islamit për të drejtat e barabarta është citati kuranor ku Allahu thot, mashkulli nuk është si femra. Kështu ka zbrit Allahu citat në Kur'an para më tepër se 14 shekuj, duke ju treguar gjeneratave që do të vinë se po mundoheni t'i afroni femrës të drejta, mbasi që ja keni marrë ato dhënshëm. Po mundoheni ta ngritni femrën, mbasi që e keni nënçmu dhe për buzurat e, mirë po, asesi këto nuk bën të keq përdoren apo të rëndohet kurrizi i femrës, sepse mashkulli nuk është si femra. E a thua vallë, kush ka mundësi të din për femrën më mirë se ai që e ka krijuar, siç thot Allahu në Kur'an, ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. A thu vallë, kush din më mirë për krijesat e tij se sa ai që i ka krijuar, qoftë burrin, qoftë gruan, qoftë krijesat e tjera, e pastaj tregon Allahu për vetveten se është i cilësuar me këto atribute, i butë dhe mjeshtër. Pra, Allahu i madhreshëm me mjeshtri i ka krijuar krijesat e tija, po dhe femrën, dhe me drejtësi i ka nda, drejtësi dhe dituri i ka nda të drejtat e saja.